Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të premte të fundit për këtë javë dhe të radhës për këtë muaj. Premte data 15 maj 2026, ora 7 fiksisht çdo ditë nga hëna në të premte për orën 7 deri në orën 9. Ne nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme, ku si zakonisht në fillim do t'ju përcjellim disa prej lajmeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv dhe kthehemi pas pak minutash në pjesën ose në pjesët e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv. Apartamente, poste parkimi, dyqane dhe transferta parash, kush është funksionari i kapur në pastrim parash. Pasi doli nga arresti shtëpia dhe në hetim për grup kriminal Flet Karçanaj e Akshit, më goditën nga të katërt anët. Pamjet, aksident zinxhir në autostradën Tiranë-Durrës, bllokohet trafiku. Pamje dhe emra, aksident në Lezhë Milot, kontrollin e mjetit lëndohen 3 persona. Emri rënd në Tiranë për plasja me motori me rjetën babait ministres Adeja Pirdeni, drejtuesi bien Branga. Aksidenti rënd në Prenjas Librazh, 2 adoleshent plagosur rënd pas përplasjes së motocikletës. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit bën ndërtimin 3 kadrësh pa leje në zonën e mbrojtur të Beratit. Incineratori i Tiranës djeg sërish Lefter Kokën, ish-ministri do rikthehet në burg. Fundosja e pallatit të Alabar. Qytetarët nisin të anulojnë prenotimet e apartamenteve. Fotolajmi, aksident në Tiranë, makina përplas biçikletën në rrugën Bardhyl. Në ngacmoj, u denoncua nga pacientja, lirohet nga qelia kirurgu në Korçë. Video njëri me parashikimin e modit për ditën e sotme. Elmimi 56 studentëve të policisë, aku me mbyllësorja AL të Alma Tafanit, me i vë 15 milion lek gjob, makaronat ishin të. Video zjarr brenda një parkimi në Shkodër. Na ishte njëri i frikshëm, e mori rëzmalje, i vendosi 1 milion euro gjob, biznesmenit bashkëpunëtori i drejtësisë vijon rrëfimet. Hida takim me homolog nga rajoni. Thellojmë bashkëpunimin kundër krimit ndërkufitar. Video milion euro fitim nga check-up. Sivil Manushi financoi kullën e babait Ervin Matës. Lerdi kishte paruke. Tafani tregon tentativën e vrasjes së Recep Ginës, do vishesha me fustan, më leu e dashur e tij dhe u nisëm për. Gjaja merr 200.000 lek nga xhepi i xhupit punëtores, largohet qetësisht. Gjendet pashenja jetë një e moshuar në Korçë, një atë çfarë dyshohet. Emri dënuar me 18 vite burg për trafikin fëmijësh, ekstradohet nga Greqia, i shumë kërkuar i drejtësisë shqiptare. Tritoli biznesit në biznesin e Noizit. Artan Tafani, porositi Lajrit Haxhiu pasi dhunuan kthevja. Konflikti me efektivët në Kamës merret sërish në pyetje Roja Evis Martinaj. Po ndërtonin pa leje në një plazh në Saran, 8 të arrestuar. Plagosi 42 vjeçarin në Sarandë, arrestohet autori, policia zbar dinamikën përmes kamerave të sigurisë. Trafikuan 25 persona drejt Shteteve të Bashkuara për $50.000. GKK dënon 3 persona.
shpërndanin kokain në një lokal nate. Prokuroria e Beratit dënon me burg pronarin, truprojën, menaxherin dhe kamarierin. £60.000 për letra angleze, qytetari denoncon mashtrimin, morën para dhe na lanë në borxhe. Qeveria rekomandime prioritare në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026. Në dy kate pale ndërtimin Francesco më po çon prokurorit 2 efektiv për shpërdorim detyre. Çon zhvillimet nga politika. Trajtimi i SPAK ndaj aferave. 3 nova, 5 tendera me të njëjtën skemë nuk janë më korrupsion, por grup kriminal. Në dy fytyrat e zyrtarëve në nënhetim Bora, sulme publike ndaj SPAK-ut, heshtje dhe kujdes para prokurorëve. Klubi për Akshi nuk flasin për korrupsion të thjesht, por për skemë të vazhdueshme. Patronazhistët e kullës Rojës, Progni, 4.3 milion të dhëna të Akshit u përdorën për profilizim politik dhe rrjedhje në Deep Web. Gjermanët kanë edhe dosjen e Akshit, këllit që opozita do të vijojë demaskimin e çdo afere korruptive. Kërkoi interpelancë me Sallën, por i doli demo braçe pa aftësi epike. Pas merrjes me Sallës, Devi Kokalari kërkon nga gjykata e Tiranës të pezullojë zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike. Presidenti Zeneli nga velijet e Beqaj apo hapet rruga e lirimit të zyrtarëve të lartë nga qelit, e para që përfitoi ishte ish-drejtoria e Akshit. Shqipëria rëshqet në 11 pikë në raportin e korrupsionit Hinxhi, qeveria ka futur vendin në kaos institucional dhe ligjor. Ligje për oligarkët zhupa, qeveria po thellon korrupsionin dhe po bllokon integrimin. Po do padin e KGZ-s përplasja për votën në burgje shkon në kolegj zgjedhor opozita kundër vendimit. Shqipëria drejt BE-s deliu vendin në fazën para finishit, por sfidat e fundit vendimtare. Rezoluta për Bashkimin Evropian duhet të sjellë reflektim të thellë, meta nga qelia Shqipëria sot, mbrapa se fqinjet procesi i vonuar. Financimi i partive në sitën e Odirit, meta ligji i ri për transparencë gjatë gjithë vitit. Mjaftohet me 114 vota pro, rezoluta për Bashkimin Evropian, Begaj, akti përgjegjshëm politik në funksion të reformave dhe integrimit. Integrimi në BE mbi ndarjet politike, Ismaili nuk është betej partia për interes kombëtar. Pamjet Ferit Hoxha i Zëkarigen Ramës e çojnë menjëherë nga vendi. Bega pranon letrat kredenciale të ambasadorës Palestinës, mbështesim zgjedhjet të qëndrueshme në linjën e mesme. Gonzato, mbrojtja të dhënave personale, shtyllë e shtetit të së drejtës. Bega i partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara shumë i çmuar për Shqipërinë. Paqe në kuvend, po DDPS bashkohen për rezolutën e antarësimit në BE, deputeti Leskaj abstenoi. Bega i uron mirëseardhjen ambasadorit Kuvajtit dhe kërkon zgjerim të bashkëpunimit dy palësh. Integrimi e bllokon
korrupsioni, Tedi Blushi në kuvend Shqipërisë i duhet një ndryshim i madh politik. Rama në ceremoninë Charlemagne Prize për Mario Draghi, një nga vlerësimet më të rëndësishme europiane. Po do denoncon cara 74 cm zhytur në tokë në 3 miliardë euro në ajër, ndurës marina në prag katastrofe. Politika bashkë për integrimin Kuko, rezoluta nuk duhet të mbetet thjesht një letër e dakordsuar, por një dokument i gjallë. Doja të kërkoja ndjes se Dula Gradat lejove të dominoj cinizmi yt, manjës nuk i deri nati nga Peleshi, nuk dua lëmosh. Rezultatet janë konkrete, la Mallari, Shqipëria po avancon drejt bashkimit evropian me reforma në siguri dhe luftën kundër krimit. Nuk jam Niko, do të flasë shkurtër di Rada, Peleshi tregon vendin ulësimaj. Shqipëria po negocion me ritëm rekord balla reforma territoriale dhe zgjedhore të mbyllen me konsensus. Video pano, çfarë po ndodh me hapësirat publike në Tiranë, pse ka rënë sipërfaqja e tarifuar. Dosja nxehtë e integrimit Berisha zbulon faktorin peng për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Berisha agresioni rus në Ukrainë na krijoi një mundësi por këta e morën zvar integrimin. Paketa e maleve dhe investimet strategjike. Lapaj po vidhen pronat të shfuqizojnë 2 ligjet. Antarësimi në Bashkimin Evropian, Hoxha rëzon në zërat për bukim, Shqipëria synon antarësimin brenda vitit 2030. Vokshi integrimin po e mbani hermetik, pse duhet certifikat sigurie për negociatorët. Raporti i barë goditin e parlamentit noka në kuvend ku e keni pasaportën europiane. Opozita shpërthejnë në kuvend tabaku, po e trajton integrimin sa për të kaluar radhën. Kryeministri mungon në seancë për integrimin Xhixho, po digjni momentin historik për kapriçot tuaja. Por e rezoluta për integrimin Hasani për shpejtimi procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Balla rezoluta për integrimin evropian u miratua me konsensus të plot, të mos prishet puna e mirë e komisionit. Kryeministri s'është influencer, të palli llogari Peleshit pse nuk vjen Rama në kuvend. Debatën në kuvend, deputetët kërkojnë praninë e Ramës në seancë, llogaridhënia nuk bëhet me korrespondencë. Balliu afera $118 milion të Smart City, projekt survejimi me hije kineze që cënon sigurinë kombëtare. Skandal Berisha, nuk guxoni të lexoni raportin për integrimin sa e keni mbushur me mashtrime. Gjykata e Tiranës i rrëzoi Padin për kandidimin në PD me Remesela e ankimon në apel. Hoxha, Akshi, qeveria paralele që kontrollon të shtetin me janë dhe miliona. Kryebashkia i dënuar Greqi ende në punë, Maliqi kërkesë KQZ-s të shkarkohet Kreshnik Hajdari. Odir kërkon forcim
rregullash. Opinioni vlerëson transparencën dhe raportimin elektronik financiar. Tash edhe me qartë si e parë nga Ela Mhillit e Çimpeka ja shpërmendon Rama për gazetarët në vend. Në vim të zhvillimet nga rajoni. Emri Vidja dëntat në Prishtinë transportohet plaku në spital me plagë në kokë. Tragjedi në Greqi humbjetën edhe 17 vjeçaria e dytë. Detaje kapen 167 kg kokain në kufirin greko-shqiptar në pranga shqiptare. Zgjedhjen në Kosovë KQZ miraton 3 koalicione dhe 1 kandidat pavarur, 2 subjekte mbeten jashtë garës. Kurti opozita donte zgjedhje me çdo kusht, Kosova po humb miliona euro, SBA drejt furnizimit Kosovës me armativ me vlerë prej 14 milion dollarësh. Kujdes pamje të rënda. Sami Lushtaku, sulmon kryetarin e vetëvendosjes në Skënderaj, përfundon në spital. Vetëvendosja publikon fotografi të Hysni Mehanit të përgjaku. Kreu i degës lëvizjet vetëvendosje në Skënderaj ngre akuzën dhe kryetarit komunës. Jam sulmuar nga banda e tij, më morën telefon. Kosova kujton 27 vjetorin e krimeve serbe në Qyshk. Bëhet dialogu rajonal në Strug, bashkëpunim parlamentar për sigurinë klimatike. Mardakos viziton Kosovën, takime me Kurtin dhe Haxhiun në prag të zgjedhjeve. Bëhet hap rrugën Malizi në prag të antarësimit. Sorensen me negociatorët e Kosovës dhe Serbisë flasin për normalizimin e marrëdhënieve. Mitsotakis, Greqia nuk do të jetë më vendi më borxhli në Europë. Tajani të përshpejtohet pranimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Stërvitje përbashkët për herë të parë Serbi NATO pranë Bujanocit, rreth 600 ushtarak nga disa vende në manovra paqëruesese. Skënderhita në konferencën në Prishtinë, forcimi i bashkëpunimit policor Chelsea për goditjen e krimit ndërkufitar. Ruten Maldëzi ka aktor që përpiqen të destabilizojnë Ballkanin Perëndimor. Kuvendi i Kosovës, Haxhiu, s'është e drejtë që deputetët të marrin pagë kalimtare. Lista e plot vetëvendosja publikon emrat e 110 kandidatëve për deputet. Publikon listat e deputetëve për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë, vetëm PDK vijon t'i mbajë sekret. Rekondarim të zhvillimet nga bota. Letra sekrete Trump për Jude Vance bëhet virale nëse vdes. Çmenduri shqiptarët ngren shtëpi bari në vinë luksoze pranë shkollës, alarmohet policia në Spanjë. Ngushtica e Hormuzit hapet pjesërisht, Irani lejon kalimin e anijeve kineze. Skandali shkelje të rënda në departamentin e kirurgjisë. Drejtori i një klinike në Zvicër përgjegjës për vdekjen e 70 pacientëve dyshohet se video tornado përfshin disa rajone. Në Turqi të paktën 4 të plagosur, dëme në banesa dhe probleme me energjinë elektrike. Fondi Monetar Ndërkombëtar sheh dialogun SBA-Kin si mundësi për stabilitet botëror. Dronë të dyshuar nga lufta në Ukrainë futen në Europë, orëzon qeverinë në Letoni dhe ngren alarm në Greqi. SBA vendos presedent të ri, ligjvënësit pa paga gjatë shutdownit të qeverisë federale. Ndjekje si në filma, në Greqi, shqiptari kapet me 167 kg kanabis në automjet me targat falsifikuara. Trump, kësi
dhe balanca ere globale, sot i rigjoni, Kina po përfiton nga gabimet strategjike të perëndimit. Takimi Trump-Xi, Putin bëhet xhelos, Kremlini, presidenti rus shumë shpejt vizitë në Kinë. Reportazhi një Trump i zymt ende pret përqafimin e madh të presidentit Xi. Trump dhe Xi bien dakord, ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për rrjedhën globale të energjisë. Europa është vetëm i shkreu Bankës Qendrore Evropiane rrezikon të mbetet pas SBA-ja dhe Kinës në ekonomi, teknologji dhe siguri. Video stuhi shkatruese në Indi mbi 100 viktima nga rreshtet e dendura dhe breshëri në Uttar Pradesh. Shpërtheu norovirusin anijen franceze, hiqet pjesërisht izolimi, mbi 1700 pasagjerë lejohen të zbresë. Tjetër goditje për Starmer, ministri britanik i shëndetësisë jep dorëheqjen, është e qartë që nuk mund t'u udhëhiqnin laboristët në zgjedhjet e ardhshme. Video habit Trump, kemi gati ilaçin që kthen njerëzit nga vdekja. Fiket Kuba pa karburant energjetik kombëtar shpërthejnë protestat pas ndërprerjes. Dhe në fund lajmet nga sporti. FSHV mbështet Aleksander Seferi në garën për presidentin e UEFA-s. Aktori e filmave për të rritur i premton natë të zjarrt portierit Paris Saint-Germain, reagon bashkëshortja. 15 gola dhe 7 asiste. Muçi po kalon një sezon magjik të Trabzonsporit. Histori futbolli nga dënimi i tangos Argjentinas e 1978. Vdekja e Pantanit, prokuroria kërkon mbylljen e hetimeve me parashkrim. 20 milion euro në sezon, Fenerbahçe bën gati ofertën për Salah. Kosova Infantino Ron FFK-n për 10 vjetorin në antarësimit në FIFA. Paris Saint-Germain dhe Arsenal dy qasje të ndryshme për tifozët përpara finales së Champions League. Arne Slot thyen heshtjen për të ardhmen të Liverpoolit, ka arsye të besoj se do të qëndrojë. Teuta dhe Pogradeci përballen të shtunën në finalen e play-outit për superiore. Revolucion të Juventusi në ver, nga zhegrovat e Vlahovic të gjithë drejt largimit. 18 vjeçari Dro Fernandes shkruan historinë, fiton 2 kampionate brenda një sezoni. Dilema Juventusit, 4 sulmues nuk arrin golat e Cristiano Ronaldos, ndërsa Paratici rikthehet. Messi duron spektakël, Inter Miami shënon 2 gola. Paris Saint-Germain dominon në Francë me titullin e 5 radhazi, sezoni rekord i Luis Enriquez. Dinamo me Slodhjes dhe ëndrës për titull Barushi, gara mbetet e hapur deri në fund. Final Four nis të shtunës, sprinti final drejt titullit kampion kategorinë superiore. Përplasje mes Allegri dhe Ibrahimovic, Iglitare dhe Furlani rrezikojnë largimin nga Milani. Kombëtari U21 zyrtarizon miqësorën me Sloveni, luhet në 5 qershor. Alarm për vapën botërorin 2026, këngëtarët kërkojnë ndryshim të protokolleve të FIFA-s. Arde rikthet si kampion NBA, ylli veteran amerikan vendos veton në garën për titull. Botërori 2026, Madonna, Shakira dhe BTS në finale në MetLife Stadium. Këto ishin lajmet e zhvillimit kryesore të orëve të fundit. I gjeni më detajuara në oranews.tv. Publicitet vim pas pak, flasim drejt për drejt me ju, mos u largoni. Ne kemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit drejt për drejt me ju, nga ky moment dhe deri në përfundim të programit, pra deri në orën 8:50, do të jemi së bashku me ju, duke ju pritur për telefonatat në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008, numër që i keni në të djathtë të ekranëve tuaja, vazhdimisht që ne ja u përsërisim her pas here për t'i pasur më
aksesueshëm. Në pjesën e parë ju përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore që i gjeni vetë detajuara në oranews.tv nga kudo që ndodheni për të ndjekur aty lajmin e fundit dhe jo vetëm. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo. Mirëmëngjes. 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 Ule zërin televizorit, të lutem. E ula. Faleminderit. Po. Përshëndetje Përshëndetje. Të përgëzoj. Shumë faleminderit. Re, në firje flasë, re, të pjesë kështu, Lodi. Po qa bëhet me ne pensionistë 70 vjeç, kur do ta shijojmë këtë jetë? Qa bëjnë këta qeveritarë me këta pensionet tona? Pse? Po qa është pensione 9.000 lekë, 100.000 lekë? Ore, mua të m'japi pensionet Verhoxhës, ja s'dua asgjë tjetër ta ngrej. Si që kanë këtu pensionet tjetë 2.600.000 mua të ma bëj 100% 360.000. Sa e kishte Verhoxha? Mua do drejt Klodi, mua 3 vjetë me Malia si mora ato. Pse? Ka punon mirë. Kur vajta në gjirokasë, më thanë, hika sa ke ti, sa kanë dalë me këto vitet e tua, dhe 2 vjetë të elektriku të fije, 5 vjetë nuk mi dhanë, dhe marë 107.000 lekë pension. Kjo është qeveria jonë, kjo është vdekja jonë, jo ringjallja. Unë jam socialist, po që për mua nuk është shqiptar. Që po talët me neve. E kuptova. E qartë, pa tjetër. Qa që kështu vetë në gjirokasën, të hapja gjyq do 10 vjetë, shikoj e vetë orë djallë, se ti e djallë i ri, shikoj e vetë qa vetë, nuk fiton do të gjyq, se i kam bërë ligjet këta e qilëmi, u ka venë urë vetë të dy krejës e menqi, mos është zbatohet. Qartë. Unë ka vetë një mendim. Po. Ne si pensionistë ngrijemi të gjithë të Shqipërinë, ti vemi atje të zanë për fyti, të qilë talët, ku qonë lekë të popë. Ore këtë në thot ku qonë lekë të popë nëse që është Shqipëri, kjo është Shqipëri o djallë. O djallë, kjo është Shqipëri, është e bekuar. Po, për të mbetur se kam tjetër, po. Është e bekuar, po ka politikanë të mallkuar. E ore, ata voton ju. Ore, unë se votoj kur me këtë që Po, s'ka lidhje me votoj, nuk po të them për atë, po them të gjithë. Se ti dhe politikanë. Ne shpresojmë shuaj, 5 që na ka ngelut në ndihmoj. Po që po tallën, ta po tallën. Okej, kuptova. Mirë, përshëndetje, faleminderit, nderuar se ka të tjerë. E dëgjova. E dëgjova, është hall më vete kjo çështje e pensionit e di, por mirëmëngjes telefonata. Alo? Alo. Mirëmëngjes zonjë. Edhe nuk japin përgjigje i çfarë, e kanë shkruajtur punëtor. Po, më thuaj të lutem se isha duke folur me një tjetër, tani e keni radhën ju. Alo? Urdhë. Tani e keni radhën ju, sepse isha duke folur me një telefonues tjetër, më thuaj. Mirë, më fal. S'ka gjë fare. Vajta bëna plokim në... Edhe e qoba në post. Edhe... Më thëmë përgjigjen që nga zatërist që është punëtor, edhe nuk paguhem për këto metat që kanë ngelur që e vatë në televizor juve. Po që ti dhe ka metrat me punëtorin? Që punëtor. Po? Edhe nuk e kanë shkujtë zatërist, si që fare. Kush jeni ju? Jeni nga Elbasani Skënder Stubashi. Po mirë, ashtu ka që në listat asaj kohe. Çfarë të thonë sigurime shoqërore? Po 2 herë kam bërë plokim. Çfarë të thonë? Edhe negativ më kanë thënë. Nëse ke marrë përgjigjen atje nderuar, ajo është përgjigje. Ajo është përgjigje. Po i dashur. Po nuk po të janë edhe dokumentet tjera që... Po nuk është se do ndryshonte ndonjë gjë për caktimi i llojit punës, me thënë të drejtën. Po da? Nuk është se do ndryshonte gjë për caktimi i llojit punës. Kështu, Dakor? Ku mund ta kërkoj unë? Po nëse e ke marrë përgjigjen... Po përgjigjen e kemi marrë. Ajo është përgjigja, nuk ka tjetër i dashur. Ose në rast se juve keni dokumente të tjera që vërtetojnë këtë lloj pune që keni bërë, do
Do bëni kërkesë për ta rishurtuar pensionin duke dorëzuar dhe këto dokumente. Dokumentat tjera s'kemi se janë të dorëzuar E kuptova. E po ajo është përgjigja e nderuar. në fermët. Ajo është përgjigja. Dakor? Nuk ma gjë, Jo, për fat keq. Faleminderit. Falenderoj unë ty për telefonatën. Në ditë mbarë, shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, Lodi. Urdhëro. Dita e mbarë. Jam ajo zonja që mora për atë gjyqin, vajtëm ande dhe nuk na përgjigjet asnjëri, as gjyqtare nuk na lejoni ta takonim. Dhe na thoshnin që ju mbron prokurorja, vajtëm takonin prokuroren, ajo prapë s'na lejuan atje, kemi bërë një kërkesë, kemi dërguar një letër me një zarf, po bëjmë gati një javë, s'na ka ardhur asnjë përgjigje. Ç'të them e dashur? Ju duhet një avokat patjetër. E kemi thënë, është e treta herë që ja u them. Nuk më ndihmoni dot Po shikoj. jo shtëpi se nuk na lejojnë neve në. Po janë mbyllur ato të gjitha, janë mbyllur gjyqet. Po pra, po ne nuk na lejojnë që të pyesim për këtë se s'jemi palë, më kupton? Po Do ta bëja me gjithë dëshirë. Po si të veprojmë, edhe neve jemi të dy pleqe dhe s'dim nga të vejmë. E di, po duhet ta autorizoni ju dikë. Po ç'ke të udhëzojmë, Avokat. Tani avukati, ato lekë që do marrim neve dhe avukati nuk i dalin. Te 1 milion që janë, edhe kështu që dhe avukatit që dalin ato. Na kjo donim një avukat shtetëror ne që pak të fitonim e ne pak. Me e bi numër telefoni njërë, zoj. Ky numër është, mini do të rogjia mos ta lehen ajër? Ma jep. 068 42 98 281. Falenderoj. Faleminderit, mirupafshim. Ju dëgjofshim. Bukur. Okej, jemi në 7:36 minuta. Sapo kemi nisur komunikimin me ju si gjithmonë në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 në këtë të premte të datës 15 maj, takimin e fundit të kësaj jave. Dhe meqense ishim te kthimi i përgjigjeve, shikoni ka një gjë. E kuptoj dhe jam falenderues për besimin që keni, por ekziston një fakt që kështu na ka rezultuar gjithmonë, po themi më së shumti te sigurime shoqërore. Nëse është marrë përgjigje për një kërkesë të caktuar dhe ju të njëjtën kërkesë ose të njëjtën objekt kërkese na e bëni dhe neve për të pyetur në sigurime shoqërore, që s'ka asgjë të keqe patjetër, se tek e fundit ja u kemi thënë vetë. Edhe ne marrim të njëjtën përgjigje që keni marrë ju. Për shembull, rasti i ditës së dieshme, shpresoj të jetë duke na dëgjuar, i Gjon Nikolit në Durrës, me sigurime për sigurime shoqërore, ka marrë përgjigje në vitin 2020 për problematikën e pretenduar. Pra në datën 16 qershor 2020 është marrë përgjigja dhe detajuar, madje përgjigjen e kam edhe unë këtu me 2 faqe. Dhe çfarë dua të them me këtë? Dua të them që prandaj thash zotërisë pak më herët në Elbasani që nëse e ke bërë kërkesën për një çështje të caktuar ose një kërkesë për të cilën ti mendon që është bërë gabim, padrejti, quaj si duash, gabim njerëzor, gabim i qëllimshëm, gabim sistemi, dhe përgjigja të është kthyer, në të gjitha rastet e njëjta përgjigje që është kthyer na kthehet dhe neve. Pra nuk është se i kthehet një përgjigje ndryshe si zyrtare, po them, se përgjigje pastaj me gojën nuk e dim se çfarë keni biseduar, por kur përgjigja vjen zyrtare dokumentuar, e njëjta përgjigje na vjen edhe neve. Kjo është pak, por e sigurt. Ose minimumi na thoni që e kemi bërë dhe kemi marrë këtë sqarim, por nuk jemi të bindur, jo për ne, se ne njësoj do ta bëjmë atë pjesën tonë. Po e kam hallin për merakun tuaj. Telefonata, mirëmëngjesi. Ju faleminderit bëj. Alo. Alo, më dëgjon? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Ju kemi marrë para disa ditësh për strehimin. Aha. Por dhe tash ju u bë koha keqe me shi, është mbushur më keq. Nuk e dia çfarë do bëhet me këtë punë, se andej vriten njerëz, bëhet nami pastaj.
këtu së murën njerëzit, asnjë i se çan kokën. E vërtet është. Nuk është se na kanë dhënë një datë të caktuar i nderuar, ne kemi thënë këtë. Shpresojmë sa më shpejt. Po, le që jetojmë në një lagështi të papa me reumatizëm, me artrite, me të gjitha. Por tash më shkonjat dhe nuk e di, era qelbu që vjen nga strehimi, më fal që fola me këtë gjuhë, Po ja, ajo ashtu është, kështu që nuk e di, nxiteni çik ju lutem, nxiteni pak. Unë edhe ta vërtetoj që e kam shtruar si problem. Nuk e vënë në dyshim. Tash nxiteni pak, po që se mundet. Dhe patjetër që po, kjo s'do thotë që kur e përcjellim një herë, s'duhet ta përcjellim më. Patjetër që po. Mirë, faleminderit edhe ty. Mbajmë shpresa, faleminderit. Shumë faleminderit edhe ju për telefonatën, shkojmë tjetër. Kemi në linjë, ende jo, presim pak sekonda, në 7:40, në këtë pjesë të dytë të programit për ditën e sotme. Po çka këndon shumë kjo video, suksese, Shqipëria në finalen e Eurovisionit. Vërtet një performancë e jashtëzakonshme ajo e këngëtarit ton. Ju shpresojmë sa më lart të shtunën. Këngë vërtet e veçantë. Mirë, presim në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni zonin e televizor. Ajaj. Okej. Na telefono sërish se e kishe zërin e televizorit e lartë. Sikur ka rënë pak kjo e zërit, gjithsesi shpesh e themi. Mirë, para se të kalojmë në telefonat tjetër, do ndalemi pak tek pensionet private. Ju e dini që ne ndër vite gjithmonë këtu në program, në ora juaj, edhe në programe tjera, po meqense mbaj përgjegjësi për këtë, ju sugjerojmë gjithmonë element mirë të përditshmërisë tonë, që kanë të bëjnë me, po themi, pensionet private në rastin konkret, që kanë të bëjnë me produkte të ndryshme ushqimore dhe jo vetëm. Pasi mendojmë që duke ju dhënë këto mesazhe, ju japim edhe bindjen se janë të domosdoshme, funksionojnë, janë të dobishme, na shërbejnë përditshmërinë tonë. Dhe kështu është edhe fondi Sigal për pensione private, të cilat janë zgjidhja ideale për pensione. Sepse, shikoni çfarë ndodh. Nëse nga pagesa apo nga aktiviteti jot i punës në muaj të tepron një sasi të caktuar lekësh, ti atë thjesht nuk e mban në shtëpi, por e dërgon në telefon, po themi, sepse e ke monitoruar në aparatin e celularit, në llogarinë bankare për pension privat. Sepse nëse ti e ke kursyer atë para, do vi momenti për të marrë rrogën tjetër dhe ajo është një lloj kursimi që nëse ti dita përdorësh me mend, do të punoj për ty në vazhdimsi. Çfarë do thotë përdorje me mend? Hap një llogari bankare, një llogari për pension privat sot, me kosto zero, dhe çdo lek që të tepron ose që ty nuk të duhet në kuptimin se i ke përmbushur ato nevojat e tua dhe të ka ngelur 2 lek, depozitoj në llogarinë tënde bankare për pension privat dhe shikoje ditën e nesërme dhe në ditët e ardhshme se si shtohet. Në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, dhe ti këtë e bën çdo muaj. Dhe vendos vetë se sa duhet kontribuosh për të përcaktuar një shumë pensioni. Për 10 vite ti mund të kontribuosh 50 euro në muaj. Për 10 vite mund të kontribuosh 100 euro në muaj, 200 euro në muaj, 10 euro në muaj. Pra e vendos vetë se sa do të kontribuosh në mënyrë që të dalësh pastaj dhe të përfitimi. Këto para ti nuk i përdor vetëm për pension. Jo, nëse në një moment caktuar ke një diçka të papritur, qoftë për mirë apo edhe për keq, e ke aty dhe mund ta përdorësh pas një lloj penaliteti me të njëjtën përqindje kthim vjetor për rreth 4.6%. Ndaj është vetëm një moment shumë i shkurtër është ky, të cilën ti e kalon dhe thua që po, mund të bëhem pjesë e kësaj sepse më shërben mua. Unë nuk do t'i mbaj lekët në shtëpi, që ti rrezikoj nga çdo rrezik i mundshëm, e dini fare mirë se për çfarë bëhet fjalë,
por po i vendos në llogarinë time bankare, të cilën e kontrolloj gjatë gjithë kohës, parat aty unë i kam të sigurta, nuk humbasin kurrë, vetëm shtohen, punojnë për mua dhe unë vazhdoj aktivitetin tim të përditshëm në ato punët tona që bëjmë. Ndaj shikojeni, hidhini sytë edhe nga pensioni privat, e ku ka më mirë se sa në fundin si gal me një eksperiencë më shumë se sa 20 vjeçare, tashmë në dekadën e tretë, me miliona euro të menaxhuara, për sa i përket atyre të cilët i kanë besuar në këto 20 vite, që janë shumë në fakt, me mira, që janë individ, që janë kompani, që janë biznese dhe kështu me radhë. Telefononi në numrin e mëposhtëm për të zbuluar më tepër detaje rreth mënyrës se si funksionon dhe faleminderit si gal. Bukur, jemi në vijim të komunikimit me ju, ora 7:44 minuta në 068 99 00008 068 60 54 639, edhe sot do të jemi deri në 8:55 minuta, si çdo ditë nga hëna në të premte. Jo, nuk e kam fituar të gjithë pensionin pra pagesën 18.000 lekë. E kemi ndarë si e kemi publikuar se si është bërë ndarja, kështu që mos u ngatroni, dhe një gjë tjetër, sepse dje pas dite nuk është faj juaj, është problem ndoshta edhe sistemi apo mënyrë shkruar. Jo në çdo rast pensioni është i plot, sepse vetëm se shkruhet në faturë. Pensioni mund të jetë i pjesshëm dhe aty shkruhet i plot, për arsye që nuk e di, nuk e kemi marrë ende zyrtarisht një sqarim apo një përgjigje se pse ndodh kjo. Por ka plot raste, si kundër ishte një ditën e djeshme që në faturë shkruhej pension pleqërie i plot, ndërkohë vitet ishin aqsa për ta përcaktuar pensionin si të pjesshëm. Ndaj nuk është element që tregon se pensioni quhet i plot, por quhet i pjesshëm në varësi të viteve që ka secili prej jush. Këtë vit duhen 39 vite e sa është? E 4 muaj. Po. Alo, ja do ja u them pak më vonë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Ja, jam një qytetar nga Shqipëria. Kam një problem për sa i përket shtëpisë. Po. Në 2006, do të them, para 3-4 vjetësh, ta zë kështu tamam siç është modeli, para 3-4 vjetësh kam bërë kështu për legalizim, ke parasysh. Edhe vija shpesh herë atje, më thoshin që i kemë në rregull dokumenta, do bëhen qysh tek, më kupton? Edhe gjithmonë në pritje. Po. Kur vetëm para ca kohësh, domethënë para një muaj, më thonë që shtëpia ka kaluar në pronësi të X-it. Se një afare, ke parasysh. Po. Interesohem, i nxjerrin dokumentat ata, atje tek hipoteka. Po. Edhe ky kishte bërë, ky zotëria që se një afare, ke parasysh. Po. Kishte bërë një proces gjyqësor në vitin 1994. Edhe kishte bërë tamam, domethënë, si që kishte blerë nga i X-i, nga i pronari, edhe me gjitha gjërat, domethënë, me 500 metra tokë, me kufitarët ekzistus që janë sot, ke parasysh, i ka sot ai. Unë atë largë e kam rreth 1 kilometër. Dhe po. Atë person. Edhe në rregull, nxori ato ai në rregull, këtu me proces gjyqësor. Kur vjen puna te certifikata, e kishin vjen në emrin e procesisë time. Dëgjoj pak tani. Po. Bëhet fjalë për shtëpinë ku ti jeton. Po, un jam Dem Baba Demi, jam rritur, jam. Mirë, është bërë gabim kjo apo është bërë me qëllim? Po tash po çfarë të thotë vllai? Edhe një, po duhet ma sqarosh këtë gjë tani. Ke folur me personin aty që i ka dalë në emër të tij? Ai thotë kështu, unë s'dia gjë atë, ai bilen e mora atë personin. Po pra, është bërë gabim, do të thonë. E mora atë person, vajta atë hipoteka dhe i thotë është bërë gabim. Po tash i gabim, po çush është gabimi po? Se tash ti aty ka kaluar pronësia si mbas certifikatës, kupton? Po dhe ai se ka bërë saktë se un kam 340 metra këtu, ai e ka bërë 500 metra atje
tek certifikata. Tani edhe një herë, në kadastër ke shkuar për këtë problem dhe çfarë zgjidhjet kanë ofruar? Ka vajtën kadastër. Po, çfarë do thonë ata? Si zgjidhet? Ai thotë kjo gjë u bet ashti, presim ne azhornimin e të bëhet azhornimi sepse, më fal, sepse te kjo pjesë që ka bler ai shtëpinë, në atë kohë thonë që ka qenë tokë buke. Po? E kupton tash ti unë ndjej këtë që kur kanë vjerë certifikatën ai e kanë vjerë, domethënë ka pasur misi atje dhe kanë vjerë certifikatën këtu tek unë se unë jam brenda vizë verdh, nuk jam jashtë, më kupton? Qartë. Shumë e paqartë. Më jep një numër kontakti nderuar se është pak e ngatruar kjo si gjë. 0. Jepi numër telefoni. Ka bërë në rregull kur e ka marr, domethënë që e ka bler këtu. E kuptova, po më jep një numër telefoni nderuar se është shumë e ngatruar si gjë. 069 31 Po. 40 586. 5 5 tetori 6. 86. Faleminderit. Faleminderit juve. Gjithë të mirat. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Po? Alo. Ha, Mylle, Iben. Alo. Po? Urdhroni. Pensionisti pra jam unë, thash që Si? kam punu 6 vjetë pasi kam dalë në pension duke dërë sigurime. Këto lekë sigurime, ku shkoj? Te arka e sigurimeve. Arka sigurime, për kështë shërben? Për pensionistët. Por unë që kom marrë pensionin, nuk po bënë rivlerësim pensionin? Jo, i nderuar, ky është problemi që ata të cilët punojnë pas pensionit dhe marrin pensionin nuk u llogaritet kjo periudhë. Llogaritet vetëm në rast se heq dorë nga pensioni për sa kohë do punosh dhe kur të dalësh në pension del me plus këto vite që ke punuar. Më kupton? Kjo është vjedhje për pensionistët. Unë kam lënë afërsisht 20 milion lekë sigurime. Po. Vikse to lekë brapsh atëherë, sikur me qenë se do s'desh për pensionin tim. E kuptoj. Pra duhet bëhet kjo kërkesë. Se po të bëj pension 200.000 lekësh. Qartë. Në vit shkoj 2 milion e 400. Në qoftë se nuk e merr thot, të shtem 6%. 6% i thot 12.000. 6% në vit, 0.5% në muaj, po. Atëherë, i 124.000, themi 150.000, 2 milion e 400.000 e merr për 6 vjet. Ato që ke lënë. Saktë. Kështu që është tallje me pensionistët, bëjnë ligje se bota, më thuj shtetë botës që nuk e njeh këtë. Ai ti kthe lekët mbrapsht. Shiko, ka shumë shtetet botës që ndodh kjo, po prap biem dakord që nuk është mirë. Se për të pasur ka, po nuk është mirë, biem dakord që nuk është mirë, po për të pasur ka sa duash. Mos them shumica. Të kuptoj, un jam me ty, kështu që me ngretë si problem. Patjetër, gjithmonë e kemi bërë diçka të tillë, në fakt, por unë të parlamentit tonë që kemi ne kanë kretë e probleme për pensionistët, asnjëherë vetëm problem për vetët. Për këtë pikë pensionistësh, jo. E kuptova. Ke të drejtë nderuar, por kështu funksionon deri tani, nëse s'do ketë ndryshime ligjore. Falenderoj. Hajde, normal. Gjithë të mirat. Kemi kohë për tjetër? Okej, alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Klodi. Unë Klodi Sip. Po. Unë kom dalë në pension në Shqipëni me para 65 vjeç. Kom 18 vite punë në Shqipëni, kom marrë atë pensionin minimal. Kam ca vite në Itali, si mund të tash jam 67 vjeç, si mund të komunikoja, komunikoj për këtë. Ka nevojë të komunikosh, thjesht duhet të aplikosh në Albania për periudhën që ke atje. Ka nevojë të shkojmë në Itali. Jo, absolutisht jo. Jo. Vetëm në Albania. A mund të ashtu 67 vjeç mund të përfitohet që me bashku vitet? Je në mosh? Je fiks? Po 67 kam moshën prill. S'ka rëndësi fare. Je okej nderuar. Okej, me apliku do me thonë. Po, në Albania. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën, ditë mbar. Oso është një formulë natyrale e cila përmirëson në masë 100%
dhimbje që ju keni në kocka apo edhe në nyje. Dëgjohet shpesh për problematikat të kësaj natyre. Megjithatë, e rëndësishme është se nuk i shmangemi dot. Pra, përballë problemeve shëndetësore të gjithë jemi të ekspozuar në mënyra të ndryshme, por rëndësi ka që për rastin konkret, për problemet me kockat dhe nyjet, e rëndësishme është që ka zgjidhje dhe kur kjo zgjidhje vjen përmes edhe natyrës, bëhet akoma më interesante sepse Oso është një produkt që shprodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian me rezultate që në javët e para të përdorimit të tij. Këtë e thon ata, pacientët, të cilët pasi e kanë marrë informacione se çfarë është Oso e kanë përdorur, kanë thënë ato që ju do të dëgjoni edhe pak më vonë. Dhe është rekuperues mjaft i mirë po ashtu i kockave në rast se keni humbi. Ndaj mos e torturoni më veten tuaj, riktheni cilësinë e jetës që keni pasur dikur dhe po ashtu të esti normalisht në përditshmërinë tuaj. Publicitet vin pas pak. I kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit në këtë moment të kësaj pjese. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Yes. Po. Më dëgjon nga telefoni. Yes. Urdhëro. Ule zërin e televizorit, zotërin, më dëgjon apo jo? Po duhet ule zërin e televizorit më përpara. Po. Ule, zotëri. Ule zërin e televizorit, se nuk kasin dot kështu, zotëri, ule. Të drejtën e pasaportizimit. Po? Në lagjen 14 që të bëra par djetë. E di ndëruar dhe po pres përgjigje për... E di dhe po pres përgjigje për atë rast. Mirë, falenderoj. Falenderoj dhe ty për telefonatën, gjithë të mirat. A me rak se jemi duke ndjekur. Alo, përshëndetje. Me... S52 në fund. Alo. Alo, me mje zoti Klodi. Ule zërin e televizorit. E ule, shiko. O Klodi. Ule zërin e televizorit, ndryshe do ta mbyll. Ule farë në zera, ule. Po kam respekt, vetëm me bisedu për shef me të nga puko. Ja, jam nga puko, më njeh mirë. E di, si së të njo. Edhe, kam shef vetëm me të posi figur e me bo muhabet, si vo me qanë një super meke apo gjënë të mi. Falinderit shumë. Jeni gazetari, jeni arum, i respektum në detyrën tonë, e më i meri jenë Shqipëri të i, edhe sikur me qanë, me ta bo të rrugë, mbi 10 milion në mutë. Një 10 milion qëfar? 10 milion, orë, 10 milion për arsye, se ke detyrat më dhoja ti për këtë popullë, për këtë holle, se na kërkujmë, shiko, na kërkujmë se kena holle, për që ta i bjem, i morëm ju gazetarë. Jeni të mirë pritur sa herë të doni. Edhe shiko të zoti Klodi, Po. se unë e përshprejni nga puka, E di. po vjeni e komunës Gjegjen, edhe këto i lashet, na falja, të se të na, këto i lashet... Jepi kështu pa shtesa, thuaj direkt, se jepi vonë. Po i blej me pare, mbi 100.000 leki i blej lashet për vetë, i le për pjokën, kuj 150, i thunë, edhe nuk përna i një firme lidhë me atë të ndoshe kompanije, ku e dio, edhe na jena pensionista, logë dhe dërmu. Po pra po, i dashur, edhe njerë, mënyra se si shtrohet, se unë nuk ju vëfaj, se nuk e dini si funksionon, por nuk ka lidhje, si ta them, t'jap një shembull krahasimi. Ka ikur. Mirë, shkoj me tjetër ne. Alo, përshëndetje. Klodi. Urdhëro. Jam një gjyshe nga Durrësi, jam për 72 vjeçë gjyshe. Po zoj. Edhe djali është në Itali faktikisht. Edhe çuni nipi, domethënë me 7 vjeçor bën 2 vjet. E kam regjistruar në faktikisht në gjendje civile këtu ke lagja 18 Durrës. Edhe i kam pyet a përfiton ky për shembull një problem si këto fëmijë që marrin. Ai banon në Itali faktikisht, po unë e kam regjistruar këtu se ai kam bërë gjithë dokumentat këtu, ka hyrë në trungën familjar. Po për çfarë përfitimi e keni fjalën? Për lindjen për shembull. Jo, ata që, shiko, u bë goxha, u bë gati 2 vjet që
Se kam shkoj, kam pyetë dhe më kanë thënë nuk e përfiton. Nuk e përfiton fëmijët që lindin jashtë, dash. Po pse shumë veta e kanë marrë, në fakt. Askush nuk e ka marrë. Në Elbasan e kanë marrë. Absolutisht jo. Më përpara po. Më përpara, po. Ka rreth 2 vite që është hequr. Po, ashtu është drejtë në fakt ajo, se në përpara po. Mia është 4 vjeç që ka marrë në Elbasan. Po, nëse është 4 vjeç që ka marrë, sepse nuk ishte hequr akoma atëherë. Vetëm me la merakun do isha se është kot. Me që këto flasin për këtë gjë dhe thash se mos të përfitoj. Mirë bëre, por që është hequr ka rreth 2 vite pak. Faleminderit shumë. Nazifare, ju lutem, faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Klodi ndoshta. Klodi jam, po të lutem, ule zërin e televizorit, zotri. Po t'jon ka flet me i grua tjetër. Jo, po ule zërin e televizorit se aty vjen sinjali pak me vonesë te juve. Uleni zërin, ju lutem. Kumul krejta, s'ka zonit. Alo. Po, urdhroj nderuar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po, Klodi jam. Jom një banor i Lezhës. Po. Kum pa morën telefon ka 2 javë, për i kom tra dritash edhe për sahat. Me kom gjëtu se nuk kom. Po, i nderuar, e di. Kum pa dhonë numrin. Më kanë deklaruar nga usheja që brenda muajit maj do të vim për ta lidhur. Sepse ka pasur mungesë. Interesohem, jo për sahata ta kem bëll. Mirë, unë po them çfarë më kanë thënë, nuk po them çfarë dyshoj unë. Faleminderit. Kom edhe një problem kum kanë banori thesit tjetër. Për paketën e moleve, ku mor para pak diç, edhe nuk një gjojnë për me bo letrat të certifikat e procesit, po, se me bo nërkesa. Ka probleme atje nderuar dhe ajo do zgjidhet me ligj, sepse në informacionet që unë kam është pothuajse gjithë zona me të njëjtën specifik problematike. Po. Kështu që po tash si me bo për punë tokë që ekzistuese. Po s'ka problem, ti mund të aplikosh për atë, për paketën e maleve. Po, a hin paket maleve tokë ekzistuese, si e kum tash 300 vjetë temen. Duhet të aplikosh patjetër për paketën e maleve, në rast se ke një ide apo një projekt. Po për atje të kum aplikuem kanë thonë nuk bën me hin paket në maleve tokë ekzistuese. Jo, s'ka lidhje fa. Në pyje. Nuk është ashtu, ti plotëso dokumentet dhe dorëzoj. Po mirë. Dakor, ti nderuar. Mirë pafshim. Falenderoj shumë për telefonatën. Edhe juve, shkojmë me tjetër, në 87 minuta, alo. Alo. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Suksese për emisionin. Faleminderit shumë. Jam një zonjë, e lindur në Kukës. Dokumentat i kam marrë nga Kukës, i kam dorëzuar në Elbasan dhe nuk i kam për momentin, kam punuar në kooperativën bujqësore një majshtiqër, në 82-shin dhe 90-ën. Dhe nuk mund t'i gjej vitet. Ndërkohë që i kam marrë nga shefi financës, kur kam bërë lindjen e fjallit në natë gjashtë. Ku ke punuar këto vite që si gjendot? Kooperativa bujqësore një majshtiqën Kukës. Juve vetë çfarë moshe keni ndërkohë? Unë jam 59 vjeç, po më afrohet për pensioni dhe du të di a i ekziston apo ja. Sa vite keni punuar ju në kooperativë? 82-90. Bukur, 82-90, pra 8 vjet. Pa, 8 vjet. Që do të thotë, në 82-shin, çfarë moshe keni pasur zonjë? Në 82-shin mere që unë kam qenë 14 vjeç, sepse ishim në futshin punë, në ora 3 dhe në orën 8 darkës, që ishin në Pulari. Më dëgjo pak. Po më duke se 18 vjeç e lartë, si pas asaj. Juve, çfarë moshe keni qenë? Unë kam qenë 14 vjeç. 14 vjeç? Pa. Në 82-shin? Pa. 67 atë lindja. 1 prill 67. Edhe me emrin Gjyle Rahim Halili. Okej. Dëgjoj pak zonjë. Pa. Marrim të mirë qenë. I kam marrë me dokumenta, i kam marrë me dokumenta. Po, po. Po pra, marrim të mirë qenë. Sikur këto vite një kooperativa kanë probleme, sepse nëse nuk kanë, ty të llogaritë nga mosha 14 vjeç. Po. Dakor? Në rast se kanë probleme të gjitha vitet, ty do të njihet një periudhë, por jo i gjitha,
me ligjin e ri, por që ligji i ri nga mosha 18 vjeç. E kam komunikuar. Bravo, kështu që ne nuk e dim nëse janë të sakta apo jo, sepse thash, nëse janë të sakta aty të llogaritet nga mosha 14, por nëse kanë probleme, është tjetër gjë pastaj. Po patjetër. Kur kam vajt për t'i marrë me letrën që kam regjistruar në Librez, dhe zotëria që ka qenë ekonomist financiar, që është jashtë lishme në Librez vitet e kooperativës, dhe më ka shoqëruar me një vendi. Kur kam vajt për të verifikuar, si pas atyre, mund kanë nxjerrë vetëm 2 vjet, se të tjerat nuk janë apo ka kaluar diku tjetër. Dhe nga kjo jam nisë të telefonat. Shumë i bora. Shiko, e sigurt është që nga 18, domethënë 8 vite në total? Po 8 vite. 8 vite në total, 4 do të njehen është e padiskutueshme kjo. Më kupton? Po. Dakor. Po them që është e sigurt. Pjesa tjetër pastaj duhet verifikuar nëse janë apo jo me probleme. Faleminderit. Më kupton? Faleminderit për telefonatën. Faleminderit për telefonatën. Se tash ndoshta kontaktoni edhe mund të marrim një përgjigje. Jo, përgjigje merret në Albania pasi bën aplikim për vitet e punës së tash. Okej, faleminderit. Mirë, faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Është larguar. Presim pak momente. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëro. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi. Klodi jam. Unë jam nga Lezhë, ishull Lezhë. Kam bërë një aplikim sahatit ditëve, se një gjova për atë që të mori për para prej Lezhët. Pa ka bërë tash 4 muaj, edhe më kanë nga Tirana, e provokanërët të Tiranë, se kanë pa shpinë e 41-shit, 21-shit, asë të të ndërtume, po nuk ka sahat. Ata nuk vinë, edhe kërë e kam pronë në këta elektriku, që kërë për Tiranë, të kretë. Erë të i Tiranës e fotografoj shpinë komplet, edhe ma pronin, shkojmë për ashtu, thot, ka ardhi urdhë tjetër, thot, se nuk pranohet dhe si të vini urdhë tjetër, thot. Shtu, ha? Këto nën drejtore, që janë këta të elektrikut. Po mirë, për çfarë e kërkoni ju tani? Unë kërkoj me bu sahatin e drite, në shtëpi. Je një rast apo është tjetër që më mori pak më herët? Rasti që më mori pak më herët apo tjetër? Jo, tjetër, ja i rasti që pak më herët, e një gjova si thetit të mundohet dhe në fund majt, për ata të mora unë. Më jepi numër kontakti. Kur do? Jepi numër telefoni. Numëri tanë, 068 29 28 164. Artan Leka. S'ka problem fare. Mirë, okej. Faleminderit. Juve. Faleminderit për telefonatën. Kemi tjetër? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Shiko, u desha të më një problem. Jemi një fshat kasar, zona njësia administrative të Hatera. Dhe me të thënë drejtën që kura bënë arja elektorale, ne jemi me Tiranën. Bashkinë e Komzës ne kemi 5 minuta largë me morë çdo shërbim. Kurse për të dalë në Tiranë, ne bëjmë 2 orë me trafik e gjona me mirë. Nga flisni ju? Nga fati Kasall i njësisa administrative Zallë e Tiranë. Okej. Disa e kemi marrë nga dhe pas nuk përgjigjet askur. Ta gjitha bëjmë për rrogat atje njësi administrative, ne nuk na lidh asë një gjë me Bashkinë e Tiranës. Për 5 minuta ne kemi larg njësiat e zyrat e Bashkisë së Komzës, kurse Shiko. Po, do të thënë, për çfarë e keni problemin? Këtë problemi është që ndërhyjnë sepse këta s'po bëjnë asnjë gjë, po bëjnë gjithë publike, ne të kalojmë me Bashkinë e Komzës. Gjithë fshati është për shërbime publike, jo për shërbime që mund të duhet, se po tjetë ashtu e kalon vetë pastaj atë. Po ata nuk kalojnë ato. A më kupton, po supon këto njësisë administrative të Tiranës kanë hapë të marrë rrogat edhe nuk e ngre kush. Kurse këta banorët ne jemi 6.000 banorë fshati juaj.
edhe të gjithë do më thonë për të marrë një shërbim të dalin bashkitë Tiranë, këti sa është trafikë për gjonë. Kemi thonë deputete, gjonë pas deputete askus nuk nërhën, dhe vetëm po ban publika për gjonë, sepse ne me Tiranë nuk në lidha si gjonë, do më thonë ti me bashkinë e Tiranë, thonë shumë largë. Shiko, kjo e vetmja ose i vetmi moment kur kjo mund të ndryshohet, është kur të miratohet reforma e re, se tani për tani nuk bëhet gjë. U jam dakord tani që po tham po su ndërhy këta kanë për të na lënë prap ashtu siç kemi qenë. Të them të ne as morrim as lloj shërbimi as me rruga as gjë. Kur ti përfundojnë Tirana, ne jemi zonë urbane që ka kushtuar miliona lek. E qartë. Edhe as lloj shërbimi s'bëhet. Në bashkinë e Komzës të duket sikur jenë shtet tjetër, as son bë asfalt e këtu, as ka asfalt, as an jetohet sikur me kanë një shtet tjetër. Vetëm që jemi larg çdo shërbimi. Po ti jemi me bashkinë. Bëre shumë mirë që Po në fije ashtu, apo në dëgjes publike të vinë këtu njerëzët ata të shohin vetë se si janë gjendja. Okej. Po patjetër. Falenderoj shumë atje. Falenderoj ty për telefonatën, në ti të mbarë. Presim e tjetër, mëgjesi. Mëgjes, Klodi. Urdhëro. Klodi. Po. Unë aktualisht jam një invalid. Busha moshën e personit 18 mars. Edhe aplikohet e Albania, edhe kaluar të kuatës 25 ditë, vetë e pyes skandal të kancelarisë. I ta shumë përsi skandal, tani ma shumë, por nuk e dhe dhe veshte posta. Vetë posta, edhe postës më thotë skandal të, po i të mund tani se kështu funksionon, i ta shumë zdi këtë mbaj valitina, pensiona, ta di sa ka dalë që shtek. Dhe njerë, ju jeni në mosh pensioni, apo jo? Po. I ta shumë nuk e di këtë mbaj tani, se ka dalë, po jo, kur të mash lek të radhë, sa në qeshor atë edhe nërvesh. Tani jam na, që për mëngje. Dhe njerë, sa vjetë gjeni ju? Unë? Po. E kam bushur 65-17 mars. Po, që problemi ka me këtë tani? Po tani thonë kështu që del pension, kush del më shumë invalidja pensionja? Po, pension nuk del 68, del 65. Po, 65 jam. Tha se del 68. Dëgjo, një dashur. Invalidët e përhershëm, ata cilët marrin pagesë invaliditeti dhe janë invalid përhershëm, ka të drejtë të zgjedhin mes njërës apo tjetrës. Po, pra atë do. Në varësi të kush del më shumë. Ti tani ke aplikuar për pension apo nuk ke aplikuar? Aplikova për pension. Po nuk e ndryshon dot pastaj, po ke aplikuar për pension, ti je detyruar të mbash pensionin tani. Po, ku aplikova unë ata të aplikacionin këta të sigurinë shoqërore, do të vijta dhe do zgjedhësh ndërmjet pensionit e invaliditetit. Jo, kjo nuk bëhet, kjo nuk duhet aplikosh, se ti do marrësh pensionin pastaj. Nëse sa ke pasur pagesën e invaliditetit? Invaliditeti me shtesa me këto 250.000. Po vite pune, sa ke dhe ku ke punuar? Vite pune, 12 vjet i kam kooperativ, edhe sa vjen këto, ja 36 i kam siguracionem. Ose një në këto 6 vjetë që kam qenë invaliditet. Dhe e kalojnë 26-27 vjetë. Këna 76 a dhe tani, pa ndërprejë. Shiko pak, unë po bëj mesazh tani, sepse unë e di që kanë të drejtë të zgjedhin, por nuk kanë të drejtë të zgjedhin pasi kanë aplikuar për pension. Gjithsesi, më thuaj. Po, s'ka gjë. Kur mora në telefon ato të sigurimeve, të më kështu si mbas regullat se do të bësh këto gjera, pa jo, po sa bëjë këtë kërkesën të aplikacionin edhe do të zjedhe sa do të emine këtë do marshë. Pandaj të mu. Dëgjoj pak, do më ndjekësh për pak minuta,
se unë do të shkëputem tani për publicitet, do më ndikësh për pak minuta që do ta them të saktë përgjigjen, nëse duhet kisha aplikuar për pension apo nuk duhet kisha aplikuar për pension. Mund ta di unë gabim, por unë e di që kur bëhet zgjedhja nuk duhet aplikuar për pension, sepse nëse aplikon për pension do thotë që ti e ke bërë zgjedhjen, pra ke marrë pensionin. Kështu e di unë, mund të jetë ndryshe. Gjithsesi po pres konfirmimin zyrtar, na ndiq te pjesa e fundit iku nga ora 8:30, dakor? Më rregull. Faleminderit shumë për telefonatën. Pensionet private do të jenë ato të cilat në Shqipëri po them, sepse në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, në vendet me ekonomi goxha të konsiderueshme edhe më gjerë edhe në botë, pra si Finlanda apo Norvegjia, e kanë shtyllën e dytë pensioneve, pra të pensioneve private të detyrueshme. E kanë të detyrueshme sepse nuk duan që të eksperimentojnë me skemën e sigurimeve shoqërore në shtet që her pas here, ose po themi që gjithkohës ka ato problemet e veta dhe nuk përputhet numri atyre që kontribuojnë ose parat që ata kontribuojnë me lekët që marrin pensionistët. Pra janë 700 disa mijë pensionistë, cilët vështirë për t'i mbuluar ose pra krijon atë ngërçin që kemi thënë gjithmonë. Kështu që për ta zgjidhur këtë ngërç dhe për të përfituar vetë, ne duhet kujdesemi sot, sepse sa më herët kontribuojmë dhe të bëhemi pjesë e pensioneve private, aq më i madh është përfitimi. Sepse ti e shtrin kontributin në kohë dhe detyrimisht që sa më shumë të kursesh, aq më shumë do të përfitosh. Dhe kryesorja në këtë drejtim është që gjithmonë pensioni apo pagesa e plot që ti merr, nëse do arrish ta marrësh të plot, është gjithmonë më lartë nga sa ajo që ti kontribon. Pra nuk është se, për shembull, po ti bëjmë llogaritë në sigurimin shoqërore në shtet, për shkak edhe të jetëgjatësisë pastaj, shumë të paktë janë pensionistët të cilët marrin aq apo pak më shumë nga sa kanë kontribuar ndër vite. Marrin më pak. Se punosh 40 vite, do të thotë që duhet të jetosh edhe 40 vite të tjera që të marrësh minimumi aq sa ke kontribuar. Ndërsa me fundi si ka jo, sepse shtohet çdo ditë, fal edhe kthimit vjetor me interes 4.6%, kështu që kjo është zgjidhje drejt për drejt, sepse ti nuk është vetëm dhe thjesht kursen paratë tua, për paratë tua punojnë për ty. Dhe ato shtohen çdo ditë, çdo vit e kështu me radhë. Dhe thash, sa më herët ta nisi aq më mirë, por kjo nuk i përjashtonte ata të cilët janë pak më të mëdhenj. Në një har kohor prej 15 apo 20 vitesh kontribut, po themi 100 euro çdo muaj, ti ke një pension super ideal pastaj. Që nuk çan kokë për asgjë në kuptimin e merakull për të kaluar muajin, por ke një pension dinjitoz, sepse është vështirë, shiko, të jesh në punë diku me një rrogë shumë të mirë dhe nesër del në pension me 1/5 e rrogës që ke pasur, por nuk do të mundesh do të përshtatesh. Menjëherë jo, por as dal ngadal. Kështu që pse mos e kemi edhe një pension privat? Edhe marrim 2 pensione, pastaj pensioni shtetëror dhe pensioni privat, me këtë të fundit që gjithmonë më i lartë se sa pensioni shtetëror, sado që të jetë kontributi. Investoni me zgjuarsi për veten tuaj, parat janë të garantuara, të certifikuara, pensioni është i trashëgueshëm, nuk humbet kurrë, e merr familjari juaj në rast se ndaheni nga jeta. Kështu që çfarë doni më shumë? Mosha pastaj 5 vite më herët se sa mosha ligjore në shtet, keni shumë përfitime, me vetëm një hap të vogël ti bën atë ndryshimin e madh të jetës tënde. Faleminderit Sigal, dhe meqense jemi te mesazhet, këtë herë do flasim për shëndetin, kryesisht ata të cilët kanë problematika të theksuara me kockat dhe nyjet, ka një zgjidhje vërtet interesante që quhet OSO. OSO është një preparat mjekësor, një ndihmës shumë i mirë i përmirësimit të kushteve të cilësisë të jetës tuaj që keni pasur më përpara, para se të ankoheshit për dhimbjet e kockave dhe të nyjeve. Kështu që përdoreni 1 ose 2 në ditë, në varësi të intensitetit të dhimbjeve që keni. Ata që kanë përdorur flasin për rezultate fantastike, e marrin her pas here ku kanë probleme të tilla dhe analizat kanë treguar që është dhe një rekuperues shumë i mirë i kockave të atyre të cilët kanë pasur humbje si pasojë e fërkimeve të shumta për një kohë të gjatë. Është OSO. Keni edhe shpjegimet pas që mund t'i ndiqni të gjitha udhëzimet, kështu që përdoreni. Kthehemi pas pak. Kthehemi në studion në pjesën e 4 të fundit të programit, dhe 8:32 minuta. Zotëria që kishte aplikuar pak më herët për pension dhe priste përgjigje edhe për kempin e ka bërë të saktë aplikimin, kështu që
Je në rregull, prit kur të dalë edhe vendimi për pensionin. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes, si jeni Aldo? Urdhëro? Si jeni thon? Po kërkon. Aldo në I ke rënë gabimi dashur. Më rënë gabim? Po. Të provoj numrin tjetër atëre? Nuk e di. Po ti je, më njoh nga zëri. Po jo, më nderuar. Unë nuk e kam emrin ashtu si ti. Po mirë, gjithsesi unë jam Kristo nga Dorsi, ju jeni ai personi që po kërkoj. Po kërkoni, i nderuar tani se. Aldo, Aldo. Po i ke rënë gabim, mo zotri. Atëherë ta provoj edhe një numër. Provoj edhe një numër. Okej. I kemi tjetër mirëmëngjesi. Kemi? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga Vlora ju telefonoj. Po? Jam I banor që banoj në një pallat 8 katësh. Për rreth një muaj apo më tepër jemi pa ashensor. Pse? Na është prishur ashensor. Na kanë thënë do bëhet sot, do bëhet nesër, grumulloni lekët, duhet sasia lekëve aq e kaq për çdo banor. I kemi grumbulluar, ja kemi dhënë atij administrator të pallatit. Edhe sot pas një muaji nuk po gjejmë zgjidhje. A e keni kontaktuar? Urdhëro? A e keni kontaktuar, them? A e kemi kontaktuar 2 herë, 3 herë dita, jo një herë ditë. Na kthen përgjigje jo po sot, jo po nesër, jo po ai ashensorëve nuk është gati, nuk e di probleme të tilla pa pikë vlere. Më I ri unë të pallat jam unë 65 vjeç dhe të tjerët janë mbi moshën time. Po çfarë problemi ka tani se nëse ju e keni bërë pagesën? Nëse ke bërë pagesën do të kemi bërë, ja kemi dhënë administrator pagesën. Po çfarë thot? Dhe s'po na kthen shërbimi. Çfarë thot administratori? Administratori thot ai ashensorëve nuk është gati, jo po s'ka pjesë, do t'i gjejnë na jashtë, do vinë pjesë nga Greqia, nga Italia, ku diun se çfarë. Po vajti një muaj pa gënjeshër. Ku ndodhet pallati juaj? Pallati është në lagjen Pavarësia tek Bar Frenku. Ku? Në lagjen Pavarësia tek Bar Frenku. Kështu quhet. Land të Transballkanikës. Ju lutem, po na ndihmuat për këtë, do na bëni një urë në lumë, kur I thonë. Sakt, do interesohemi. Falenderoj. Faleminderit juve. Gjithë të mira. Shkojmë tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mos u largo se tani e ke radhën. Alo, mirëmëngjesi. Alo. U le zërin televizorit, ule, alo. Alo. Zotëri, më dëgjon apo jo? Edhe një herë të lutem, alo, mirëmëngjesi. Duhet ta largojmë. Në shkojmë tjetër, përshëndetje. Alo. Dëgjoj, faleminderit, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ne kemi një problem këtu tek pallati në çfarë ato rezervuar të lartë tek Taraca, ato janë zingato dhe është çike vështirë për të salduar. Po këtu tek ky pallati nuk e di, shumica janë pensionistë, po dhe ata që janë të rinj nuk duan të paguajnë lek. E kupton? Për çfarë? 10 gjitha i ujë dhe vajta dihen bashkë me një banor tjetër të pallatit, vetëm te ujësjellsi. Dhe nuk mund ta bëni dot juve këtë. I thash dhe ne ti paguajmë lekët dal nga dal na vite fatura e ujit, se jemi gati 36 familje këtu. Jo, nuk e bën këto, ne bjem vetëm ujna tjetër. Edhe kaq. Shko tek kryetari I rajonit, vajta dhe tek kryetari I rajonit. Më tha, ne nuk merremi me këto, sepse këto I ka Ministria e Energjetikës. Edhe e lam këtë muhabet, se nuk e dim si do bëjmë, ato janë qarë, ujë humbet, se ne ujën e blejmë 4 herë. Në çfarë zone ndodh kjo?
kjo është në Fier në lagjen 15 Dhjetori, Pallati Arabit. Se kështu jam se s'ka adresa, ku që t'jap adresën e saktë. Lagja 14. Urdhro? Lagja 14 më the? 15 Dhjetori. Te 15 Dhjetori. Pallati Arabit pranë shkollës Markdashi. Sa kohë ka që ndodh ky problem aty? Ky ka që vjet, po bajtëm djetë se u qa dhe i tjetër. Një ka dalja shpune, janë 5 rezervuar atje, nuk e di nga 2 metrë e gjusë kub. Edhe ka ngelur me treta, një janë qarë 2 dhe të ngelet një. E kuptova. E kuptova dhe këta nuk vën lek. Me gjitha të, i thamë që në ndimon të ujësielësi ose bashkia, thamë e ka Ministrie Energjetike. Do interesojmë ne, po e shënoj. Falemderit dhe një problem tjetër kishë. Po vetëm shkurt. Për kërkuar dokumentat e pensionit tek sigurimet shoqërore, fotokopjet, që të shikoja do më thëmë pse më ka dalë pensioni ullë. Okej. Se pola me atë zotin Kujtim Hoxha dhe më thamë një dërgot djetë ato. Kam jam, vete atje, në fillim më tha duhet bësh aplikim tek posta. Nga posta duhet diktur. Nuk ka adresë, Fieri nuk ka adresa. Si do mbi mua ajo? Kuti të postës nuk keni të pallati, që tjetë emrim dhe të vjetë atje. E mirë ta bëhe kërkesën, tu e bëra kërkesën, bajta mbas 4 ditësh, është drejtori me pushimet. Po mirë ti nuk e do të firmin e thash, ti e sekretari, si firmën ti e do të rritësh. Jo, po kështë me kemi me urin, ta duhet ta hedhi drejtori. I thash unë e dhja të historit, i prit gomar, di bërë, ju i bëni kaj të lodhshme gjerat, i thash që të mërzitën të tjerë. Por e bëu një qik praktikit tash. Erdi tjetër këtu, gjej docentime, fotokopio ato, më jep në dorë. Sepse unë paguaj 20% taksa, i thash. Në çdo gjë, te ushqimet, në çdo gjë paguaj 20%. Dhe ti zotri i thash me taksat që pagon gjithë populli shqiptar, i thash, ti tani më sorollat më shkosh që të bësh mërzit që mos ta lek të punë që kam nisur, i thash. Po çfarë them ata, kështu e kemi urdhën. Nuk e kuptoj. Populli thot, trimi mirë me shok shumë. Kryeministri mos bëri njerëz politik, nga ta patronazhiste dhe kështu në përzyra, që nuk kanë iden se si ka komunikim me popullin. Dhe i zonja atje filloi të përbërtisë me arritur dhe tash ludhem shumë, i thash. Ku ashtu nuk po flas me ty, po flas me këtë. I krija atje të vendi punës të ndetash. I tregova dhe vendin e saj. Se më arritur se kur vjen njerëz atje risi me Afrikë, do mi marri dokumentat. E kuptoj, nuk e kuptoj ça administrata kanë bërë këta, nuk e se këtu ka 1001 probleme. Edhe i thash atje, zotri i thash, Bonaparte i thash, bëri sa u bë perandori Francës, i thash, i bëri të gjitha gjërat, me adresa, me regjistrim popullsisë, me regjistrim kafshë, i bëri gjitha. Ne kemi kaq vite, thash, nga 1912, thash, nuk kemi adresa. Jo, pallati edhe ajo, që dëgjova në Tiranë. Atje është zoti Rama. Te farmacia numër 10 u dojtë pallati. Çfarë rrugë ka, çfarë numri ka pallati? E kuptova nderuar. E kuptova. Shqetësim më vete ky. Po mirë, meqense keni folur me vetëm besoj që do zgjidhet kjo e pensionit. I mërzitur me si e ka ndërtuar këta Shqipërinë. Okej, dashur. Do ngelemi në kontakt. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Klodi, kam marrë një tjetër dhe kam marrë një përgjigje. Jo, dua pak më të Më thuaj, zonjë. Çfarë kriterit duhet të ketë një pensionist që merr një pension 217.000 lekë dhe nuk e përfiton atë shtesën që u bë, 8.000 lekëshin? Atëherë, një sekond. Kur ka dalë në pension personi? Unë kam dalë në vitin 2019. Në qershor, 6 qershor kam dalë në pension. Në 2019, me sa vite punë, zonjë? Me 32 vjetë punë. Po, sa i ke pensionin? Pensionin mund marrë pa ato kompensime. Të gjithën, jo të gjithën, dëgjoj pak e dashur. Këtë herë llogaritën të gjitha dhe kompensimet dhe çdo shtesë, më kupton? Po për çfarë arsye do futen se vende nuk është futur kjo shtesë, ato kanë folur. Në të gjitha vendet është futur zonjë. Unë kur marrë pensionit të fleta e arkëtimit që marrë, unë ati e kam që përfituse 8.000 lekëshit. Edhe fola dhe me arkëtare. Edhe një, e dashur, të të sjaroj të lutem. Ndryshe nga herët e tjera, që është marrë në konsiderat pensioni bazë pa shtesa, se kur bot indeksimi për shembull hiqen këto shtesat që merren. Është era e parë që pensioni u llogarit i plot me çdo shtesë që merr personi. Dhe edhe dua të plot shifrën se sa e ke. Nëse e ke 220 dhe më shumë, nuk e përfiton. Jo, e kam marrë me gjithë shtesa 230
3.000 lekë. Po, nuk e përfiton. Domethënë, je pjesë e kategorisë me gjithë shtesat pra, dhe nuk e përfiton sepse këtë herë janë llogaritur dhe shtesat dhe prandaj je pjesë e kategorisë përfituese të 8.000 lekësh, në rast do ishte më pak se 220 pensioni. Më kupton? Sepse këtë herë është futur kompensimi i bukës, kompensimi i energjisë elektrike, ndonjë shtesë tjetër që po pra janë futur të gjitha. Dy shtesa, dy Jo, po them për edhe për të tjerë. Energjia. Po, super. Janë futur tek këto tash. Më dëgjoj një sekond. Patjetër. Unë kur marr fletën, atje thotë që unë e përfitoj sikur unë e marr 8.000 lekë. Jo, nuk të del ashtu. Ajo del nga sistemi si pjesë përfituese si pension i pjesshëm, por që pastaj kur bën llogaritja e shpërndarjes del negative sepse kalon 220-ja. Më kupton? Pra nuk është element tregues ai. Tani u qartësova se isha shumë e pa qartë edhe gjithmonë mendoja pse. Pra është hera e parë që janë përfshirë dhe këto kompensime sepse po të ishin hequr do kishin përfituar më shumë persona. Po. Mirupafshim, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ju për telefonatën, shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes Klodi. Urdhëro. Jam ai plaku Klodi. Që fola dje, më ndihmon pak thash se nuk flas edhe dot për ato. Për çfarë? Të lutem zotëri, të lutem se është e njëjta situatë me ju, në kuptoj vështirësi po. Si? Po ule zërin e televizorit, ule se ke një javë dhe nuk po merremi vesh, ule zërin e televizorit, zotëri. E ula tash, e ula. Ule dhe të lutem më dëgjoj me kujdes, është disa ta herë që flasim dhe nuk kuptoj. Ka bllokuar disa lekë të bypassit të tokës. Po. Edhe më ka mbyllur telefonin, nuk më hap telefonin, dokumentat mi ka edhe poshtë, edhe nuk më hap telefonin fare. Kush nuk të hap telefonin? Më ndihmon dot, kam dokumentat i kam të gjitha këtu, po nuk di ku t'i nis, që the ti dje. Po, më jep një numër telefoni që do të shkruaj unë dhe mi nis pastaj. Po ta dhash dje numër telefoni. Nuk ma dhe dje se u mbyll telefoni dje, nuk ma dhe 06 Të lutem. Vazhdo zotëri numrin. Alo. Lëre, të lutem. Jo. Alo. Alo, mere Klodi. Po më thuaj. 069. Aha. Po. 69. Prap 69. Po, 66. 302-shi. 302. Po pra, po nuk minis dot këtu i nderuar, se ti nuk pas ke këto rrjete sociale, nuk ke WhatsApp dhe mirë kuptueshme që s'ke. Nuk kam se si të ti marr dokumente, them se. Po në mënyrë të nis me postu nga me se të nis. Me post po pastaj. Me post të nis dokun? Po, patjetër që i nis. Po. Me post, Me post. Se unë kam e noteren, jam e noterizuar atje dhe më gënjejnë që të gjithë më gënjejnë. Ç'të të them, i nis dokumentet i nderuar dhe t'i shohin. Dakor. Vetëm më duan më kërkojnë para, vetëm. Faleminderit i dashur, nuk i futen fare asaj pjesë se nuk e di, nuk e kam informacionin. Më nis dokumentet dhe pastaj. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj Klodi? Të dëgjoj shumë mirë. Kam dalë pension para vitit 2014. Dhe më doli 120.000 lekë pensioni. Sa? Shokët e mi që ka dalë pas 14-ës. Nuk të dëgjoj, ke shkëputje. Ke shkëputje të valve, lëviz pak të lutem. Edhe njërë. Am dëgjoj tash. Po se di të ta shohim. Po. Më thuaj. Kam dalë pension 2013. Po? Dhe më doli 120.000 lekë pensioni me 38 muaj. Shokët e mi që kanë dalë 14-ën, pas 13-ës, ka dalë nga 200 me qëtë dhe nga gjithë shadhe. Po, ka dalë me ligjin e ri ata, ti ke dalë me ligjin e vjetër. Po da shi nuk e di, nuk e dhe zgjine kjo. Jo, për fat keq. Njërë për njërë s'ka, gjënë na morim qafë.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit edhe ty, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Lodhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jo, tash kam shujt, kam 2 minuta që shujt edhe është një test aty të vogël dhe po prit që i përgjigje për punën e certifikatës të lindjes së djalit. Nuk më ktheve përgjigje i dashur atë ditë, ma le për gjysmë. Pse, ç'a përgjigje? Ti the e bën the. Jo, edhe një herë. Jo e bëre të kam pyetur, se më ke nisur një foto. Po. Edhe të pyeta, e bëre? Ç'a të bësh tjetër? Po i dashur edhe një herë, po pra se më ke çuar këtë. E para thash po e hapi Albanian tani thash. O i nderuar. Një sekondë se unë kam mesazhet përpara, ja. Mbreu, vazhdo. Dhe kam thënë po e hap tani Albania dhe thuaj të nis kodin djali. S'më nisë gjë. Si ta bëj unë? Duhet kodi që të futesh. Se unë sigur tani se më atë kod. O i nderuar, jo passwordi asaj. I e futur ndonjëherë në Albania? Po, më jam futur. A të vjen një kod me 6 shifra pas i futesh? Po. Ku ta gjej unë atë? Nuk është ai që të kam nisur me. Po ai është passwordi bazë, ai është kodi bazë i nderuar. Por ti kur futesh me këto kredenciale, po. Personi që ka i Albania i vjen një kod me 6 shifra. Të cilin duhet ma japësh që të futem, është kod një përdorim shaj. Është një përdorim me sekonda. Bravo, është ai fix. Dhe s'ma nise, thuaj të nis kodin, nuk kam, edhe kam thënë dhe shpejt se është me kohë. Dhe s'më ktheve përgjigje. Jo, nuk e kam kuptuar mirë se po ti isha ashtu do të ta. Po pra, prandaj po të them, dhe më ke nisur një foto pastaj. Po. Dhe unë të kam thënë, e bëre, prap nuk më ktheve përgjigje. Kështu që pas emisionit, po futem edhe një herë dhe thuaj djalit të nis kodin me 6 shifra dhe ma nis ti. Jam keq kuptuar, kujtova se e morë vesh me fjalë që e dhash atë dhe. Jo, po ai është kodi bazë, unë dua kodin që është një përdorim që është me sekonda. Okej. Se s'futesh dot ndryshe pastaj. Po mirë, sot mund tani sot kismet inshallah. Më thuaj kur edhe të kontaktoj. Do mundohem më vonë se tash se nuk shkoj dot aty që ta njoftoj edhe se djali është në punë, do të shkoj në agjenci se ka kodin e agjencisë. Po çfarë agjencie mos e kam unë kod, o i nderuar edhe një herë se po më çudit. Të dhënat i kam unë. Djali thjesht të sjell atë një përdorimshin, ç'pun ke te agjencia? A një përdorimshi? Po, e ka djali atë se ka agjencia, se ti këto mi ke sjell mua. Okej. Do më mirë, faleminderit. Në rregull, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim, jo, s'kemi që presim, se pa shorën fare, bukur. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e programit sot në takimin e fundit të kësaj jave, fundjavë super të bukur, si do jetë koha nuk e dim, por çfarë si ka. Kaloni mirë.